në masa të rrepta sigurie. Ndeshja e futbollit Shqipëri-Serbi me mbi 2000 efektiv policor të angazhuar. Ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë, e cila do të luhet sot në fillim nga ora 20:45, e shtunë në Air Albania, do të shoqërohet me masa të rrepta të sigurisë. Rreth 2000 efektiv të policisë së shtetit do të jenë të angazhuar për përmbarvajtjen e rendit dhe sigurisë, numri më i lartë i regjistruar ndonjëherë për një ndeshje futbolli në vend. Është bërë ditur se për të garantuar sigurinë do të marrin pjesë edhe njësia speciale Renea, FNSH, strukturat antiterror si dhe shërbimi informativ shtetëror SHESH. Siguria më e lartë do të fokusohet mbi përfaqësuesën serbe, që nga momenti i mbërritjes deri në Rinas e deri në largim pas përfundimit të ndeshjes. Ekipi serb do të shoqërohet gjatë gjithë kohës me forca të shumta sigurie dhe me masa të rrepta mbrojtjeje antiterrori do të ketë rol kyç në këtë operacion, me detyra të posaçme për kontrollin e perimetrit të stadiumit, monitorimin e pikave të hyrjes në territorin shqiptar dhe evidentimin e çdo rreziku të mundshëm. Ndërkohë, në stadiumin Air Albania janë instaluar edhe sisteme sigurie të avancuara. Policia shqiptare ka hartuar një plan të detajuar kontrolli që përfshin verifikimin e biletave dhe dokumenteve të identifikimit për çdo tifoz që hyn në stadium.